Rike Roçi thot se Ilnisa Agolli e ka bllokuar në rrjetet sociale, por nuk e di arsyen. E ftuar në emisionin e njohur Mos ja fut me top me Ronaldo Sharkën dhe Eriola Doçin. Modelja Rike Roçi është vënë përballë fotografive të disa prej ish banorëve të shtëpisë më të famshme të VIP-ave. Ish konkurrentja e shtëpisë së VIP-ave është vënë në vështirësi përballë sfidës për të zgjedhur nëse do e griste, puthte apo injoronte foton e secilit prej tyre. Ajo vendosi që të mos griste asnjë nga imazhet, por vetëm dërgoi puthje dhe bëri një injorim. Kur u pyet për Ilnisa Agollin, Bjondja theksoi se ishte takuar me të festivali Irçës, por që më pas ja bëri blog. Ilnisën e kam takuar te festivali Irçës, erdhi më takoj dhe e takova. Bëri foto me mua dhe pas një muaji më kishte bërë blog dhe po e injoroj foton e saj, u shpreh ajo. Ato kanë qenë së bashku pjesë e spektaklit të shtëpisë më të famshme të VIP-ave, në edicionin e tretë, ku fituese u shpall Egla Ceno. Duket se Ilnisa ka një hatërmbetje me Riken, edhe pse nuk i di akoma arsyet. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziles që të informoheni për videot më të reja.